Kur marrin vesh që Tea është atzan disa javshe, situata shpërthen. 21 vjeçe ka ngel shtatzan, nuk ka mend Tea shpirë. Nuk e kuptoj se si një femër mund të thotë ndërprerje shtatzani. Më lër të mbaroj. Nga dreqin e dini ju familjar prindër të dashur se çfarë është e mirë për djalin tuaj? Ai sa i me vlerëtën. Si diskutu për shembull që të dy doli martesin. Nëse unë e shoh të ardhën me këtë gocën, martesa për mua nuk është problem. Smarto të karrierën ose ka trauma smarto të asnjëherë, tash traumat e kësaj nuk është si vullai ky. Riu i duhur nuk e prit të dosh asgjë. Ajo askush nuk flet. Nëse ne të dy bashkëtojmë dhe ndahemi, shnet, blok dhe hep. Në Shqipëri për shembull janë bërë kuçemac influencer. Për çfarë një vajzë duhet të ketë telefonin 16 vjeç pa kontrollin e prindit? Ata e keni parë kudo, në studio, në terren, në mal, në borë, në shi, në diell, në det, në çdo lloj vendi të mundshëm, por sot ata kanë ardhur sepse do të përballen me njëri tjetrin për disa tema të fuqishme dhe histori goditse. Unë kam përzgjedhur disa prej starsave të Andales që do të na bashkojnë në këtë episod të debatit. Kemi Benardin, Emën, Gjesin, Desin, Julin, Florin, Fatosin dhe Artemisën. Okej, pak me entuziazëm. Tani si me Akoma s'ke nisur. Doja të thashë që është kënaqësi e përjetshme të jenë tek emisioni. Kënaqësia ime e gjithë anshme. Ata e kropas një ditë. Ndërsa. Pyetja ime është, a gjeni emrat poshtë? Po, keni edhe një tag. Jo, emrin poshtë, Benard lart për shkak. Po, patjetër. I kemi. Nuk e di, keni pirë lë. Sa i tha? Ka gjë, s'ka gjë. Okej, gjithsesi, nuk e di si jeni me zërin, keni pirë lëng shepe, keni ngrënë ato vezë. Vezë të rraur në mëngjes. Përveç se jeni Kam hëngur udhër, nëse do ta dish, të më largohen njerëzit. Është sigurt. Ema do me këtë debatin me dhunë kështu. Mos me zisa po i pritet. Mirë, atëherë do të fillojmë direkt me historinë e parë. Ndikimi i prindërve shqiptar në jetën dhe zgjedhjet e fëmijëve të tyre. Tani unë do të lexoj historinë dhe ju do të keni 20 minuta kohë për çdo temë. Okej? Pas mbarimit të historisë, ju do të zgjidhni se ku do të qëndroni, në divanin pro apo në divanin kundër, në bazë të opinioneve dhe Po këndvështrimeve mirë, do i tuaja. vizin ne to apo të rim këtu vetëm mendimin ta Do kemi. lëvizësh bashkë me divanin. Okej. Divani nuk lëviz. Jo, divan ne di se. Vetëm ti ashtu është shtëpi. Tani, dëgjoni historinë me kujdes sepse ka shumë detaje. Hajde. Ardi, 29 vjeç, punon si inxhinier dhe jeton në Tiranë. Prej një viti është në një lidhje me Tean, 22 vjeçe, një vajzë nga rrethet. Tea ka shtyr studimet për shkollën e lartë dhe punon si kasiere në një market, aty ku dhe janë njohur rastësisht. Nuk ka një jetë luksoze, por është e përkushtuar dhe e lidhur fort me Ardin, edhe pse takimet nuk i kanë të shpeshta, sepse Ardi është shumë i zënë me punë. Prindrit e Ardit e din për lidhjen, por kur nuk e kanë marrë seriozisht. I thonë shpesh se është e përkohshme, se Ardi ka potencial më të madh dhe se duhet të mendoj për të ardhmen, jo për emocionet. Kur marrin vesh që Tea është atzan disa javshe, situata shpërthen. Një shtatzanie pa planifikuar dhe që i kapi të gjithë papritur. Prindrit i vendosin kushte të qarta Ardit, ose familjen që ka sakrifikuar për të, e ka shkolluar, rritur dhe mbështetur dhe që i do vetëm të mirën, ose Tean, një vajzë e nje vetëm prej një viti, pa shkollë të mbaruar dhe pa stabilitet. Ata i vendosin kusht Ardit që Tea të ndërpresi shtatzanin, ose në të kundërt do të mbyllin çdo komunikim me Ardin. I thonë se një fëmijë tani do t'ia shkatrojë karrierën dhe se këto gjëra rregullohen para se të bëhen problem. Nga njëra anë, presioni familjes dhe ndjenja e borxhit ndaj tyre, nga ana tjetër Tea, shtatzane pasigurt, që e pyet vetëm një gjë, a je me mua apo jo? Ardi nuk e përgjigje, as familjes dhe as Teas. Ishte e qartë historia? Shumë e qartë. Shumë e qartë. Tani, në bazë të çfarë dëgjuat, ju mund të vendoseni nëse jeni pro familjes, pra që familja duhet të ketë një ndikim në zgjedhjet e fëmijëve të tyre, apo kundër që Ardi duhet të jetë i pavarur. Unë jam kundër vlla. Edhe unë kundër vllak. Atëherë në bazë të çfarë mendoni mund të ndryshoni vendet tuaja. Okej. Ana pro ka pak a shumë tezën që prindrit kanë ndikim pozitiv dhe të nevojshëm, dhe ana kundër ka tezën ndikimi i prindërve është i tepruar dhe i dëmshëm.
Tani, ju jeni në një dispropocion të papar, kështu që me lejen tuaj mund ta nisi Ana Pro me qëse janë në paqe. 21 vjeç ishte apo jo? 21 vjeçe ka ngel Stazan, nuk ka mend te jashtë. Dhe këtu futet ti po e parajikon apo ka një moshë Le ta marrë. Atëherë, Desi, përfundoj dhe të kalojmë te kursa. Mbarova. shkollën e la. Kasiere po, që gjithë dim që nuk paguhet shumë. Kupto familja s'ka për të muaj, o kupto as bebin e vet s'ka për ta marrë. Kupto tani, me para su shumë gjëra, kupto? I sekond, ta marroj. Fakti që ngeli Stazan për një vit me tjetër me birën e botës dukshëm do mi unë gjithë, kështu që familjarët kanë shumë të drejtë. Jo, një sekond, një sekond pas nuk e mbarova. Desi e dëshiroi pak. Pro dhe kundër. Një sekond. Por, unë mendoj që familja ka të drejtë sepse e para nuk janë të dy të shkolluar njësoj dhe për mendimin tim ndikon kjo si në tani, si më vonë që do kenë fëmijë do krijojnë familje. Dhe dyta, nuk po them më shumë diferencën e moshës, po për një vit lidhje Stazan dhe Ardi, po të ishte i sigurt nuk do pyeste shumë për të shtëpisë. Nëse kasiere nisën fal. Kasiere kishte marrë, mas murit e kishte marrë çik brojnë. Nuk do diskutojmë Stazan. Nuk do diskutojmë Stazanin dhe rrethanën, por do diskutojmë fenomenin Benard. Okej, Po flet Benardi. Unë mendoj që si Desi, si Jesse janë shumë gabime atë që thonë, sepse Unë kur jam kundër. ta marroj vlla. Po. Ta marroj unë se t'lash më fort. Por se kundër dukshëm imi gabim për ty. Kupton? Ta them gabime. Okej. Desar. Tani. Unë jam komplet kundër me atë që thot Desi dhe Jesse për faktin se e para me atë që thon këto të dy i bie që si e kemi Ardi. Ardi këtu nuk merr asnjë lloj përgjegjësie. Domethënë gjithë përgjegjësia shkon te prindri. Paguan për abortin. I sekond, ta marroj. Ta marroj do e para, nuk janë prindrit që vendosin se kur duhet ngeli vajza Stazan, kur duhet ta menoj ky djali që është për këtë vajzë apo është kjo vajza për këtë djalin, nuk janë prindrit që ndërhyjnë dhe e vendosin gjithë gjën, kupton? Ai që vendos për mendimin tim është Ardi. Okej. Dhe nuk ka të bëj fal. Po Ardi nuk është i sigurt, po të kishte vendosur dhe kishte zgjedhur. Kush e tha që nuk është? Nuk është përgjigje. Historia ai s'di këtë zgjedhje. Është presioni që po i bën familja Ardi. Sekond lume. Po është Tania ka qenë pa planifikuar. Dhe Ardi duhet vendosi vetë, jo të vendosi familja. Po pra, është Tania ka qenë pa planifikuar, e kupton? Po ç'idea ka? Dhe po familja ka investuar në shkollën. Më fal, Nëse familja vendos për Ardin, përgjegjësit, se si shkon. Nuk do të vendosi, po Nëse vendos sepse janë të tjerë. Nëse nuk vendosi, lexoj historinë, merr historinë bas për bas me historinë. Duhet të ndikim, jo do të vendosin. Pavarësisht se familja normalisht ka të drejtë të vendosë për fëmijën deri në një farë pike, por jo në këtë pikë. Mua nuk më pëlqeu një fakt që thoshte që ishte borxhli familjes për faktin që e ka shkolluar dhe ka bërë shumë gjëra për të. Pra, detyra e prindrit. Familja ka bërë detyrën, po thua. Po, familja ka për detyrë, familja ka për detyrë që të kujdeset për fëmijën deri në një moment që ai të jetë i zoti për të gjitha shpenzimet. Në momentin që djali është shkolluar, ka shpenzimet e veta dhe mund t'i bëj ballë jetës, atëherë pse familja duhet të zgjedhë për të drejta dhe për jetën e djalit, kur djali merr vendimet e vet, ai la Stazan gocën e huaj. Tash të marrë përgjegjësi për veprimet që na bën. Nuk është gati. Po s'është gati. Duke imponuar djalin për të bërë gabime, ndoshta ai djali nëse pas nesër s'ka vetë besim, domethënë nuk arrin dot të punojë, nuk arrin dot të marrë një hap. Punon inxhinier. Jo, nuk arrin dot të marrë një hap pa familjen e vet. Jo pa parashikoni. Ai punon inxhinier, shumë i zotë. Nuk jam dakord. Jo, familja ka shkolluar. Si nuk shkolloi, si shkolloi do. Ka shkolluar familja, po çfarë se bën këtë gabim? Po çfarë ka shkolluar? Familja të shkollon që ti të dalësh një jetë vetëm. Pikërisht pa dalësh një jetë. Kesh familjen për dojë. Familjen, ai fakti që shkollon, kur dalë në jetë, do të kesh familje. Artemisa pastaj Flori. Filloj. Po. Është e tmerrshme realisht që ne kemi filluar të gjykojmë njerëzit në bazë të profesionit. Jo ne. Një njeri normal që të lutem. Unë kam nis akoma, të lutem.
Është e tmerrshme që ne gjykojmë njerëzit në bazë të profesionit, në bazë të shkollimit. E para nuk të bën njëri inteligjent shkolla. Të bën. Nuk të bën. Të bën. Nuk je shazam për një vit. Ti je shazam për një vit. Ti me shkollë nuk je shazam për një vit. Nuk mund Ti me Çfarë po thua Desi, çfarë po thua? A e ke seriozisht? A je normal? Ndërprerja e shtazanis mund të thuhet shkollaj nga meshkujt, por nuk e kuptoj se si një femër mund të thotë ndërprerja e shtazanis kur ajo ndërprerje ka shumë pasoja të tjera. E para, emocionale dhe motat shëndetësore. Mashkulli të mbaj përgjegjësi, sepse si thotë Fatosi kur e bëre Të pëlqeu! Bravo kolege, bravo! Shprehet e mia kanë ndikim edhe sot shprehet e mia. Jemi te misi. Misi mos bëj ti, sa po të gjej ta marrësh shtëpi. Pasoja kur e bëre të pëlqeu, pasoja tani. Si dy anë që më da sa i bëri, da sa i pëlqeu. A pra, se bën Ta marrësh Gjesi, jo Gjesi, na marrësh Gjesi të lutem, na supesi po të prish, më lër të mbaroj. Gjesi, një moment se ta përfundoj se ti edhe opinionin tënd. Në momentin që ti kryen marrëdhënie, ke marr parasysh që mund të ketë pasojë dhe një nga pasojat e marrëdhënieve është taxania. Në momentin që ai fetus, ajo krijes është në trupin e një femre dhe ndimin e marr vetëm unë se çfarë do bëhet me trupin tim, sepse pasoja ti vuaj po unë në trupin. Okej, kuptuam. Dashuria nuk kërkon as luks, as asnjë gjë përveç se dashuri dhe mbi të gjitha respekt për Vazhdojnë se s'kam folur fare. Po kapeni vetëm me një detaj të kjo marrëdhënie që ka qenë shtazania. Por nuk do të harroj faktin që familja po ndërhyn te një djalë 29 vjeç, i cili ka jetën e vet dhe ka kaluar 11 vite nga mosha 18 vjeçare, kur prindi ka një detyrë morale deri 18 vjeç arrit fëmijën, pastaj është një rregull që si them ne del njet vet. Pra unë mendoj që dikush që shkon 29 vjeç fillimisht është edhe gabim pak i individit që i lejon prindrit të ndërhyjnë deri te kjo pikë. Nëse dikush dashuron dikë, nuk do jetoj prindi me atë, nuk do jetoj baba im me atë që dua unë, do jetoj unë me atë. Pra pse duhet thot ai merre ose mos e merr? Ose s'është standardet e tua. Duhet marr unë do marr mendimin nga familja ime patjetër. Por jo të marr verdiktin a të vazhdojnë me dikë apo jo, dhe për më tepër gjykoj profesionit tek një gocë e cila është 21 vjeç. Dhe po formon jetën e vet. 21 vjeç edhe unë kam qenë pa punë. Mendoj që prindrit patjetër që kanë një pjesë të rëndësishme dhe djali si kishte emrin? Ardi patjetër ka detyrimin moral që familja tje ka ndihmuar financiarisht t'ja kthej, por familja nuk ka asnjë detyrim që të merret me jetën private të atij dhe në moshën që është 29 vjeç patjetër mund të dashuroj këtë do të vazhdoj jetën e tij me këtë doja. Okej, atëherë, nga historia që ti Kostian the, nisi me faktin e parë që është tregon shumë për familjen e Ardit. Që në fillim pa e takuar vajzën, ato thonë që kjo është një gjë e përkohshme birim. Nga dreqin e dini ju familjar, prindër të dashur se çfarë është e mirë për djalin tuaj, kur ju vajzën një nuk e keni takuar ende, ju nuk e dini çfarë bën ajo sa e do ajo djalin tuaj dhe profesioni po Xhes tregon pak a shumë për personin, por nuk tregon gjithçka sepse ti mund të jesh me një profesion shumë të lartë, mund të jesh një njeri shumë i ulët, mund të jesh një njeri shumë i keq për familjen. Ajo vajzë punon kasiere, po mbledh sa lek që të ku e ditë ajo mund do që ta paguaj vetë shkollën, mos t'ia marrë lek as Ardit, as familjes vet. Iku kjo pjesa. Pjesa tjetër është fakti që prindërit shqiptar i kanë vënë shumë, duan të ndryshojnë shumë te prindrit, te fëmijët e tyre. Ti ke sjell në jetë një qenie, po kjo qenia nuk është e detyruar të bindet ty në çdo zgjedhje, mos e kemi djem nga 30 e ca vjeç që i ndërhyjnë familja për çdo gjë. Dhe një gjë të fundit për ta mbyllur, familja këtu ka humbur shumë pikë sepse ti nëse e do djalin tënd vërtet, duhet ta suportosh, ta këshillosh, po jo ti vendosësh kështu që o ata, o unë dhe ti ndërpresësh çdo rrugë komunikimi se është gjë shumë e keqe. Pa vetbesim thotë Ema. Që do ta nis me Julin. Kam një pyetje që do ta nis me Julin. A kanë vërtet merak ose frik prindrit shqiptar nga dështimet e fëmijëve të tyre apo më së shumti shqetësohen nga gjykimet e shoqërisë? Okej, për mbledhjes me ndihmën do të më japësh një përgjigje për këtë po patjetër. Se ajo që nuk përmend fare ishte fakti që këtu kemi bëjmë me një familje kontrolluese dhe toksike, sepse fakti që kanë vendosur sikur ose ne ose ajo tregon shumë për ata dhe ai djalë po kontrollohet nga familja e vet dhe fakti që nuk ka kthyer përgjigje në fund, pra nuk ka dhënë një vendim final, do të thotë që ka frikën e familjes vet. Edhe këtu nuk është po flasim për një vajzë të droguar që ka lënë shkollën. Eksakt.
Po flasim për njëri që po punon dhe po përpiqet që të vazhdoj shkollën dhe edhe Desi dhe Gjesi kanë ndërprerur studimet për momentin atë si. Gjë që tregon shumë për ta. Tregon shumë për ta. Tregon shumë për ta. Tregon shumë për ta. Tregon shumë. Ja pse i Kemi dhënë diplomën, se kemi ndërprerje përfunduar. A e keme dokumenta? A e keme dokumenta? A e keme dokumenta? Dokumenta. Jemi në limit të kohës. Juli, Po thonë që do të diplomë, Juli, nuk jemi këtu për diploma klake. Po e mbaron Juli do të lëmë te ju. Juli, një përgjigje të diplomat kemi dhënë. Juli. Po flet Juli. Atë Juli për të përgjigjur pyetjes. Po dhe për të përgjigjur pyetjes tënde, kemi shumë frikë, dhe prindërit shqiptar kanë shumë frikë nga paraqykimi. Dhe mendoj që jetojnë. Po, çdo thot bota. Çdo thot bota. Okej, Gjesi. Po. Si përgjigje një nga një se folën shumë. E para me Artemisën. E pëlqeu e bëri dhe goca, nuk e mori njëri me zor, e para e punës. Kështu tani është për të dy dhe ajo, unë nuk po thot njëri që nuk kanë pro abort ose jo, flasim për abortin në veçanti, po flasim që nëse Ardi nuk pranon ta ketë fëmijë me të, është ide asaj që ta rrisi fëmijën vetëm apo jo, apo ta heqë. Jo, vetëm se është përgjegjësia e Po çfarë ka më, nuk do ta ketë ai, do të marrë përgjegjësi, nuk do. Ora kalojmë te familja, nuk kemi kusht të rrisi fëmijën. E dyta, familja, unë jam shumë dakord që fëmia duhet lënë që të mos nga gabimet e tij, por ky është një gabim, është një jetë, nuk është një gabim i momentit. Nga di që do jetë një gabim. Është i momentit, sepse ka një vit bashkë nuk mund të kesh fëmijë direkt. Ti ke me 2 muaj edhe kanë qenë dashurinë e jetës. Ardi, tashi e para, prind ka shumë dakord kur thonë që ajo nuk jam shumë atëruar me ju kur thonin që shkon kush gjithçka, po doni si me ata njerëz të rrugës që thonë. Jam bërë miliardër shkolla është e rrugës. Shkolla e rrugës nuk të barbohet. Artemisa, ata që thon, shkolla është e rrugës, thonë ata është shkot. Okej, po e tha ajo ashtu është. Njerëzit që kanë shkollë, po çfarë tash flason? Njerëzit që thonë, njerëzit që shkojnë shkollë kanë më shumë inteligjencë, mësohen më shumë, socializohen më shumë, ata që nuk shkojnë shkollë dhe rrin rrugëve. Në një shkollë kasiere, nuk ka bërë. Po shkollë më shuhet. Se shumë Po bën një vit pushim. Po bën një vit pushim nga ti që s'do e vazhdoj shkollën. Po bëni sikur ka marrë një lipse. Po atë asun të marroj. Atë marroj një herë. Është se një vjet. Ta marroj. Është një vjet. Do ndi fëmin, shkon 22. Do e rrisë shkon 25, ku të bëj shkollën 40, pa i zot. Pa i zot. Një vjet. Po pra, me çfarë shkolla? Me çfarë shkolla? Shkolla është më. Më falë, së në fësë në dëmë ju. Semarova. Si fol 6 veta, si mi marrë 2. Nuk ka folë, Ka një sekonda, e kam shumë shkurtër. E kam të shkurtër. Po pra, usë të bëhet, e kam Unë shumë shkurt se kena 3 minuta kohë. Unë me shumicën e pikave që secili përmendi unë bie dakord me disa gjëra. Kupton, unë thjesht po them që në këtë situatë në mënyrë indirekte familja ka bërë shumë dergocës, sepse duke i dhënë të lloj presioni atij, ai tregon që nuk është gati për ai nuk zgjedh dot, a familja apo ç'do një mall shkotafër. Okej. Është vërtet. Këtu ke drejt. Po është. Jo, ky presioni që thua ti, i krijon atij edhe po ti je i sigurt, i krijon pasiguri për faktin që familja e vjen një kusht. Po vërtet, familja po i tha, ne ose atë. Ky është një lloj presioni që edhe po ti je i sigurt, prap do jetë dilemë. Dhe tjetra, Gjesi që e the, për çfarë duhet të jetë çështje, Angel Shazan për një vit apo jo. Ka unë di histori plot që kanë qenë 10 vjet me dikë dhe më mbrapa janë ndarë dhe ka të shohur dikë për 2 ditë. Pra e kanë ditë për 2 ditë që e ka qenë njeriu duhur një. Po, ka për fëmijë tjetrin pastaj. Se i pëlqeu më shumë me tjetrin. Dhe një pikë tjetër që prapë nuk jam dakord, por çfarë duhet të jesh me shkollë për të gjetur njeriu në duhur. Nuk është dashuria kërkon diplomë. Dashuria kërkon kur ti lidh kimi me dikë dhe ti shkon. Muajin e parë nuk kërkon diplomë, më vonë sa kërkon. Ti për gjithë ju, të dhënat e Xhesit i gjeni në LinkedIn. Çfarë certifikime s'do? Jo ti, për partnerin tënd. Mbaroj Flori për pikën. Mendoj që dashuria nuk ka nevojë për diploma, për punë, nëse gjeni një dur, ke kimi, jo për një vit, po për 3 ditë kupton që. Ke njerëz analfabeta dhe kanë mbaruar shkolla. Shumë shkurt Benardi. Flet Benardi. Nëse gjut në vëmendje historia thotë që
Djali u vum presion vetëm nga fjalia që i tham shtëpisë. Domethënë, ose ne ose atë. Kjo është presioni që djalin e bën të pasiv. Po, kjo po. Nëse ja ta marrë Jess, ta marrë. Kështu që nëse familja ka kontrollu djalin, mund të ketë fitu këtë betejën që o djalin ose domethënë ose atë vajzën ose neve. Po ka hum çullën. Po e ka hum pra. Ke fitu një çullë që nuk di të marrë përgjegjësi. Ora ato do e trajtojnë çullin gjithë jetën si kuku. Ma thot fjalin e fundit, vetëm një fjali e madhe mbylli. Po, djali duhet i vendosi pika mbi, t'i japi vendin e vet familjes dhe vendin e vet gocës që është dashuruar. Okej. Pik. Kaq. Tema e dytë është, a është martesa ende relevante për brezin e ri, pse çiftet po kalojnë direkt në bashkëtesë? Stella dhe Ergi u njohën pa plane të mëdha. Stella 25 vjeçe dhe Ergi 31 vjeç. Në muajt e parë të lidhjes, gjithçka po shkonte shumë mirë. Flinin shpesh tek shtëpia e njëri tjetrit, çelësat e apartamenteve i ndërruan dhe rrobat filluan të përziheshin në dollap. Kur qeraja e Stellës u rrit dhe Ergi kishte një apartament pak më të madh, vendimi për të jetuar bashkë erdhi natyrshëm. Askush nuk tha po bashkëtojmë, thjesht ndodhi. Në fillim ishte si një pushim i përhershëm, gatuanin bashkë, punonin nga divani, qeshin për gjërat më të vogla. Miqtë shihnin si çift modern, pa presion, pa drama, pra pyetjen kur do të martoheni. Edhe ata vetë krenoheshin me këtë gjë. Duket sikur kishin gjetur formulën perfekte. Pas një viti e pak filluan pyetjet, jo nga shoqëria, por nga djesit e brendshme. Një darkë, ndërsa po flisnin për një dasëm ku ishin ftuar, Ergi tha me gjysmë zëri se dhe ai imagjinonte veten të martuar me dikë. Stella qeshi, por jo me përbuzje, por me një lloj nervozizmi. I tha se nuk e shihte martesën si hap të domosdoshëm, se ajo ndihej mirë ashtu siç ishin, se një firmë nuk e bënte dashurinë më të fortë. Ergi nuk insistoi, por që nga ajo mbrëmje filloi ta ndjente veten në një lidhje pa emër të qartë. Jetonin bashkë, ndanin shpenzime, plane, por nuk ishte një nesër të përcaktuar. Kur ai fliste për blerjen e një shtëpie, Stella fliste për lirinë për t'u larguar nëse nuk ndiheshin më mirë në vendin që jetonin. Kur ai mendonte për fëmijë një ditë, ajo mendonte për karrierë dhe frikë nga përsëritja e martesës së dështuar të prindërve të saj. Enis Emma. Një gjë që kam kuptuar dhe që e kam analizuar kohën e fundit është që kur të zgjidhësh partnerin e jetës, duhet t'i flasësh pikë së pari traumat e fëmijërisë me njëri tjetrin. Sepse ka trauma fëmijërie që ne nuk i kemi diskutuar kurrë me partnerat tanë, ne i mbajmë të mbartura dhe në veprime të caktuara kur ne shfaqemi me partnerët tanë, ata nuk e kuptojnë se nga na vjen ai reagim. Pra, duhet jemi aq të zgjuar sa që t'i shpërndajmë dhe t'i ndajmë trauma që kemi pasur. Bravo Ema! Jam pro martesës, sepse në bashkëtesë gjithmonë njëri vuan më shumë emocionalisht se tjetri, sepse nuk e ka të sigurt se çfarë do ndodhi nesër. Pra, nuk e dini se çfarë do ndodhte nesër, siç tha edhe djali që nuk e dinte, po Ergi nuk e dinte se çfarë do ndodhte për. Pse një firmë të jetë siguri një firmë. Mund të një firmë të jetë siguri. Edhe unë ta jap me firmë. Me martesë. Është firma. Po kush pra? Është firma. Respekt që tregon Lunaza. Po ku e ke Tani jema që do të kundërshtoj. Respekti për një person nuk tregohet nga martesa me dokumenta. Respektin ti e tregon edhe në bashkëtesë, mënyrën si e trajton atë personi kur je vetëm, si e trajton kur je me njerëz të tjerë, sa dashuri je pa ti personi dhe si sillesh në bashkëtesë. Fakti që ti firmos një letër aty dhe do thotë që unë këtë person e kam gjithë jetën. Jo, nuk ta siguron martesa. U martu dhe Cristiano Ronaldo me Georginën Lema. Po nuk ta siguron martesa, letra, ajo që po prito burta më nuk është Lunaza, nuk është ajo që ty të siguron. Ka njerëz që kanë vite të martuar me letra dhe prap kalojnë procese shumë të vështira divorci dhe nuk të siguron ajo gjë ty. Është jeta. Bashkëtesa për këtë histori o vlla. Po pra kjo histori. Për këtë histori unë siç e shoh unë shoh që ai si e kemi? Ergi është gati për martesë sepse ashtu është shefa i të ardhmen. Martesa është, nëse unë e shoh të ardhmen me këtë gocën, martesa për mua nuk është problem. Kupton? Për atë gocën është problem martesa sepse nuk është, ç'e mendoj unë, ajo e ardhmja më këtë çuni nuk është reale. Një e para, e dyta. Ajo që thot ti, martesa me letra unaz, ku di nuk të siguron gjë, nuk të jep siguri. Martesa nuk është vetëm letra unaz. Martesa është qëllimi që ke ti.
marrin përgjegjësi. Qëllimi që ke ti ku do ta çosh të lidhjen. Kupton? Domethënë nëse unë shkoj të martohem, do të thotë, domethënë vendos martohem, ky është qëllimi im që du me këtë gocë. Po ke edhe shumë martesa të dështuara që vërtetojnë. Po le tje. Po mirë bashkë ideja është që unë qëllimi martesa shkon gjyqe, ke kalama apo dallishe. Sakta, e di ku do shkoj. Më mirë do sa bashkëtoi. Nuk ka lidhje as letra, as unaza, as se ti po martohesh dhe bën më të sigurt. Thjesht unë di që në momentin që edhe ajo vajza nëse do ishte Stela. Pro martesës, domethënë që të dy kanë qëllimet e qarta se ku do të shkojnë. Ato do të kenë caktuar në fillim një, jo tani. Mendoj që është edhe çështje moshës, se ndoshta ajo në 25 është mosha ku ti do karrierën, do ta dish ku je në jetë e tjerë. Ndërsa ai në 30 ndoshta po ndihet pak e rrezikuar që ajo nuk është ndoshta në njëjtën faqe me atë. Plus bashkëtesa këtu ka ardhur, nuk ka ardhur që hajde bashkëtojmë, ka ardhur naturalisht. Asnjëherë nuk vjen bashkëtesa, hajde bashkëtojmë. Jo, kështu ishte në këtë rast. Çmimi që Ato duhet të kishin sqaruar që në fillim një këto gjëra. Artemisa. Një gjë për të cilën unë Shqipërinë, vendin tonë e kam vlerësuar gjithmonë shumë, ka qenë sepse ne familjen e kemi mbi çdo gjë. Dhe martesa është institucioni më i shenjtë që ne si shqiptar kemi, martesa dhe familja. Bashkëtesa patjetër është një provë shumë e mirë për të parë a përshtatemi ne me njëri tjetrin për të kaluar në hapin e radhës, që është martesa. Martesa të jep sigurinë, të jep qetësinë që okej, edhe në rastin se unë me këtë njeriu një ditë do kem konflikte, po, mund të divorcohemi, por ama unë jam e mbrojtur sepse mua më mbron ligji. Kështu që dhe në aspektin një fjali për ta përmbyllur, dhe në aspektin fetar ta marrim, dhe në aspektin ligjor ta marrim, kulmi i familjes është martesa. Aty mbyllet çdo gjë. Shiko, jam dakord pjesërisht me të gjitha Artemisa. Familja është tamam institucioni që ka familje shqiptare e kanë këtë parimin e parë. Jo martesa, martesa është akti. Por familja ndërtohet nga dashuria, e cila mund të ndërtohet edhe në bashkëtesë. Ndërton dhe pa u martuar. Unë mendoj që njeriu në bashkëtesë ka periudhën kur njeh tjetrin. Dhe kur të jetë gati, kur mendon që ka kaluar një kohë e caktuar për ta njohur deri në atë pikën që mendon që e njeh, pastaj ka lënë hapa të tjerë. Në mendimin tim, djali që ishte edhe më i madh moshë, ka 30 vjeç, ka një lloj frike, mendon që po ikën mosha. Dhe këtë frikë gjet tek fakti që djali kërkon patjetër një kontratë. Po kush e vendos këtë që ikën moshës? Unë dëgjoj shpejt, kush e vendos këtë? Shoqëria standarde, ke njerëz që martohen shumë herë. Djali ka një frikë se thotë ta lidhin patjetër atë martesën. Por gjërat mund shkojnë dhe keq. Nëse dashuria është kaq e fortë dhe bashkëtesa është e kanë provuar vetëm se kanë frikë nga martesa. Se nuk janë të sigurt. Se do ta bëjnë, Nuk janë të sigurt. se kanë bërë gjithë atë Nuk janë të sigurt. Kanë frikë nga divorci. Ja të përgjigje pak Flori, të përgjigje pak Flori. Ne e dim që shoqëria krijon një lloj presioni dashur pa dashur, që i thot atij djalit kudo që shkon e bindur që atij djalit i thon po tikën mosha. Dhe ja thon patjetër. Dhe ai kërkon martesën për ta ditur që e ka patjetër atë gocën aty deri në fund. Por ajo vajza me të drejtë mendon që gjërat mund të shkojnë edhe keq. Dhe thotë një ditë do mund të largohem. Dhe ndoshta mendon se duhet të kem një barr të shtuar. Po pse rrin ti me që po bashkëtojmë dhe po njohim njëri tjetrin, ta njohim deri në atë pikë ku duhet. Pra nuk duhet të hidhen hapa të zituar se më keq e bën. E di makina kur i fut marshët para kohe, e djeg motorin. Kurse kur i lë me radhë është më mirë. Okej. Me radhë e bën ato. Atëherë nëse vajza mendoj e para e punës mendoj që duhet ndahen. E para, e dyta mendoj. Jo direkt, e dyta. Do të çifti. Qoftë ajo single, gjithë duhet jenë single. E para e dyta, unë mendoj që nëse ajo ka frikën sa Flori që mund të largohet, i bie që nuk e do të jeni mjaftueshëm se do di kë. Kur do di kë, Go all in. Kur do di kë, po. Po si e pas ka djalë frikë, po kërkon. Kur po merr një gjë kaq të rëndësishme. E ka vajza frikën. Tani, e ka vajza frikën. Po pra diçka tjetër, diçka. Momenti që Rita dëgjojmë te Jesse. Si mund të marrësh një hap? Po bie dakord me të goca, Po pra, është djali ta ndërmarrë si Po vlla, është djali që do ta marrë këtë hapin se marrë. Tani, unë jam shumë dakord që një lidhje duhet të ketë bashkëtesë, por deri në një kufi. Dhe unë mendoj që përderisa djali ka kërkuar martesën, do të thonë që ka ardhur kohë të martohet. Dhe nëse vajza thot jo, nuk do të martohem, është gjë tjetër, nëse thotë që jo, për momentin nuk do të martohem, është gjë tjetër. Ajo ka thënë do të ndjek karrierën, do të bëj atë.
Okej, janë të njëjtin timing. Ato këtë muhabet si fillim do ta kishin bërë që fillim mirë, ti ndani. Po jo, më çfarë sa lidhesh me gocën do të kur ato shkojnë ne. Jo, çfarë planesh ke vlla për 5 vite të ardhshme, a do të martosh, a do fëmijë, a do karrierë, s'mund të hysh në një lidhje ti me dy qëllime komplet të ndryshme. Hyn lidhje me thua sa gocës gjota si unë dush, pa kalamoj du të martohesh. Jo, më jo. Si ke planet ti? Po jo, po merresh vesh, po pse ajo s'do E mbaron Kam Gjesi. një pyetje. Duhet që martesa për ju ishte vetëm një firmë. Se firmos. Po s'dua për të firmos, kush do të firmos? Një firmë. Ajo e ka të ndarë që nuk është njeriu që ajo do të vazhdoj Darja jetën. ndodhe edhe pa firmë dhe me firmë, nuk ka që ka frikë fare. Okej, ma. Është më e drejtë në rast se kësaj vajzës të thoshte që shikon nuk e shoh kohën me ty, pra të ndahet, si shtatë Gjesi, po s'është timing. Dhe ti nuk ja merr vitet e jetës atij personi dhe ja lën rrugën e hapur që të shkojë të gjejë një person që do martohet, për të martuar. Dhe shne nuk i merr as vitet e jetës, e as nuk e mapet, bashkëtoti 100 vjet. Po hezo vllaja, do martua se po martu. Bravo, Ema. Okej. Ja u martove dhe ndate, qa fitove? Mos di ma Për benin e kam on. Okej. Ja ku e ke. Benari tha që qysh fillim domethënë nuk ka pse diskuton, jo do martohemi, do bëjmë kalamaj shta kalamaj. Ti aq sa i me vlerëtën. S'ke diskutu për shembull që të dy doni martesë, të dy do martuaj. Po pra, të dy aty pra po çfarë do të donë? Po them unë. Jo, çfarë ajo do të donte? Ti do të thuash martoje po. Jo pra, e diskutohet. Diskutohet me kalimin e kohës. Edhe këto me kalimin e kohës. Po me kalimin e kohës, po jo pa. Mos më thotë njëri bëja pyetje të parë. Më dëgjoj tash. Një moment. Po Benar. Ta hapa diskutimin duhet të thonë, këto të dy nuk e shohin të ardhmen bashkë. Jo. Kjo është dia, nuk shohin të njëjtën ardhmë. Të ardhmen. Ato të bashkë mund ta shohin, por nuk e shohin njëri. Ideja është ky djali, po pra ky djali e shef të ardhmen që do të martohet me këtë gocën, ajo goca e shef të ardhmen, shoh karrierë. Kjo është ideja. Në fillim pra, ti që në fillim nuk diskutohet, apo shumë martesë. Duhet diskutu pra. Po që mund të bëhet në martesë, bëhet në bashkë. Martesa dhe karriera janë dy rrugë të ndarë nga njëra tjetra. O ndan shkon martesë, o ndan. E përfundon Desi dhe kalojmë te Fatosi. Çdo gjë që bëhet në martesë bëhet në bashkë. Dhe më pak kalon të gjithë. Se peripeci, martesa të mbron, je i sigurt, nëse bën fëmijë, ai babai ose ajo nëna paguan. Në bashkëjetesë ngel ti ngre syt. Okej. Duan ai që është. Fatosi, është paguan. Po jo, Se mund të më kundër përgjigj. Kundër asaj që tha Misi, familja e shenjtë në Shqipëri e dim këtë gjë. Po familjen ti e krijon të duke bashkëtuar, nuk e krijon familjen thjesht me një film ka plot histori suksesi. Të cilat po jo çata Në rastin më të keq, martesa të mbron, ajo firma të mbron. Ti bësh armik me bashkëshortin tënd të shkon në përgjyqje dhe merresh me lloj gjëra. Gjykata mbron interesin më të lartë si të nënës, si të fëmijës, si të burrit. Nuk e fare siguri. Zihesh me burrin ti. Gjujti burrin ty. Në bashkëtesë, ku do ti drejtosh? Jo, aty i drejtojsh policisë. Jeni duke mbrojtur martesës jashtë dhe në njëjtën kohë po thoni Është institucion, jo vetëm mark. Një moment është familja. Martesa është the best. Martesa është Pra, ju po mbroni martesës jashtë. Dhe në njëjtën kohë po thoni duhet martohesh, që nëse nesër ti zihesh me atë ti marrësh lek me gjykatë. Jo, do të bëni sigur partneri është një objekt që po e blen dhe ke garancin. Çfarë po bën? Garanci e ke për kaq vite. Fatosi moment. Mos zgjat me çështë gjatë. Nuk e përfundon. Okej, sa përfundoj Florën shumë shkurt, se kemi 5 minuta. Martesa nuk duhet parë si akti për të mbrojtur nga të këqija, duhet parë se ti mendon që ti është kalosh jetën me atë. Dhe unë mendoj që djali e ka presionin, ka një fakt që nuk po përmendet. Që shoqëria i thoshte jeni çift ideal. Pra, djali vuan presion nga shoqëria, ndërkohë vajza vuan presion nga familja. Do ta mbaroj pastaj mos të shtoni. Do ta mbaroj pastaj mos të jeni shumë okay. Ta mbaroj pastaj të bëni. Jo, duhet Mendoj që martesa ka një pikë caktimi. Pra, nuk është kur do vetëm një palë, është kur duan të dyja palët. Djali ka një moshë më të madhe, ndoshta edhe kur ishte 20 ca vjeç nuk donte të martohej.
tani që është 30 do. Kur ti dhe vajza gati do martohen. Çfarë frike ka vajza nga martesa? Vetëm një gjë të vogël, është shumë e shkurtër. Shumë e shkurt, një fjalë. Është martesa vlla, mosh ose je 25 tani Nuk është mosh, është si e ndjen pra. Si e ndjen. Por vajza ka një traumë nga familja vet, cila nuk duhet ta nashkaluar. Pse ka frikë ajo ndërtosh? Nëse është njeriu i duhur, nuk e frikë të dosh asgjë. Nëse është njeriu i duhur, nuk e frikë. Ajo ndoshta e ka parë. Nëse një pallat bie nga tërmeti ti nuk do ndërtosh më? Njeriu i duhur në këtë moment, mashkulli i duhur e merr dhe flet pa siguritë që ka. Nuk i thot dua patjetër të martohemi. Po nuk i thot Ka siguri. Ajo ndoshta se ka parë fare martesën. Atëre, nuk e pse merr si pa siguri e mashkullit, merr si pa siguri të femrës që ka trauma. E para, ka siguri të femrës, jo mashkulli. Femra që ka trauma. Nëse ju thoni që divorci ka trauma ke fëmijët që ka pasur traumën ajo vet. Bashkëtesa, me që ju thotë që vetëm një martesa është një firmë, bashkëtesa një traumë bie. Se po të ndante bashkëtesë, pa mamin dhe babin do i quajmë, ne një shtëpi kanë jetuar. Po pse po bëni kaq madhe? Kur është një soi, si po bëni kaq madhe? Divorci ka trauma. Divorci ka trauma. Dalja ka trauma. Si divorc, si jo. Dalja ka trauma. Mos jo pra. Kur dikush ndahet, Fatosi tha. Ajo askush nuk flet. Emma. Është me radhë, jo, se marroj, se uçuri, Emma. Se marroj. Emma. Doja të thoja, nëse në fillim të gjë që thash për traumën e fëmijërisë, nëse kjo vajza pas ka pas traumën e fëmijërisë, pse ky djali nuk është pas ka qenë kaq i vëmendshëm që ta merrte vajzën dhe të flisë dhe të jepte siguri. Pra, çfarë ke ti që të shqetëson që kjo martesë nuk mund të funksionojë, të japi siguri, të japi vendosmëri asaj vajze. Ajo vua nga validimi, pra që ka nevojë që të vuash pra ka nevojë që të japi siguri, sepse ka pa mamin e babin e vetë që ndarë ata. O Ema, po nuk do të thotë që nëse ti je njeri i vujt nuk do ndërtosh asgjë më zemër, sa ka gabuar. Ti japi siguri djali. Ajo ndoshta e ka parim, s'do të martohet kur e ka martesën. Po se nuk martohet se më janë datë shtëpis. Po mund ta quash budallik. Ai nuk është thjesht njeriu i dur për të, ajo nuk e ndjen Të ndahen. Po këtu është mos përputhje në faktin që ajo ka një traumë që pas ka folur dia ka treguar ndoshta shumë herët. Ata kishin diku te një vit që bashkëtesën dhe mënyra se janë nisur, nuk mendoj që një vit është mjaftueshëm për të shkuar në martesë. Ndoshta është Po për një vit Ju çfarë që për një vit mund të bëhet. Po Juli nuk është martohen në atë ditë që ja ka thënë ai djali. Ai djali po tregon që si e shoh fundtarmen, ajo gota nuk e shef ashtu ne, si është po flasim. sepse goca ka vajza. Është 5 vjet. Ose po nuk Është ajo që tha Flori, është presioni që ju goca sa një pyetje për goca, sa gra keni lagje që kur kalojnë thonë, "E me akoma ti nuk e gjet." Imagjino çfarë personi ka ky djali ka presion, prandaj kërkon martesë. Dhe për Julin kjo. Ajo mund të ketë traumat, është shumë dakord. Atë ai nuk po i thotë që martohet tash e para dhe e dyta kjo gjë është që kjo vajza nuk është se thotë që unë do martohem tash, as martohet të karrierën ose ka trauma që martohet asnjëherë. Tash traumat e kësaj nuk është si vuaj ky të martohet. Mos ta lëni kokë. E marrove? Edhe diçka. Juli tha çfarë që fëmijët vojnë gjykatave një gjë me radhë. Fëmijët vojnë nëse fëmijët ndahen. Njësoj do vojnë fëmijët. Nuk është njësoj si të kalosh në dyert të divorcit, në dyert të gjykatave, nuk është njësoj. Sepse nëse ne të dy bashkëtojmë dhe ndahemi, shnet, blok dhe hec. Fëmijët i zgjedhim i ndajmë. Pas dite me mu, para dite me ty. Njerëz kulturohuni, edhe në bashkëtesë shkoni në gjykatë. Po çfarë do të thotë se me edukoni kulturës së zbim dakord me shpimi? Jo, edhe në bashkëtesë mund të përfundosh në gjykatë. Po nëse s'bjen dakord, nëse bjen dakord, kam të vetëm Në ndarje kur s'bjen dakord. Flori fjalin e Kur fundit. ndahesh me dikë, ajo që dëm është ndarje emocionale, ndarja rrugëve dhe kujtimet. Por të shkosh në gjykat brapa është i bardhë më tepër dhe Sa po e thash o Flori, sa po e thash. mos e marroj, o miqtë mi, ta mbaroj. Ta marrë Flori dhe unë
Kush nuk ka asnjë lloj keqe. Përmbledhe mendimin do kalim te tema tjetër. Kaq shumë probleme keni ta çoj fjalin deri në O fund. ta çosh gjithkohë. Kur shkon në gjykat, Flor. kur shkon në gjykat është një barr më tepër, e cila edhe shpërndon dhe debate më tepër. Elia është 16 vjeçe dhe çdo ditë para se të shkojë në shkollë, hap Instagramin dhe TikTokun. Ndjek një influencere shumë të famshme shqiptare që flet për vetbesimin, për faktin që çdo vajzë mund t'ia dalë dhe për jetën që ajo thotë se e ka ndërtuar vetë. Elia frymëzohet, fillon të besoj më shumë tek vetja dhe të mendoj se dhe ajo mund të ketë një zë. Por me kalimin e kohës, mesazhet fillojnë të përzihen. Krahas fjalëve për dashurinë ndaj vetes, shfaqen reklama për produkte dobësimi, rutina perfekte dhe një standard bukurie që duket gjithmonë i paarritshëm. Elia fillon ta krahasoj veten pa e kuptuar. Nuk i pëlqen më trupi i saj, fillon të hajë më pak, i kërkon mamit produkte të shtrenjta sepse i përdor ajo. Një ditë, influencera postoi një video duke promovuar një çaj detox për dobësim dhe thotë se është sekreti i saj. Elia porosit fshehurazi, askush nuk e detyroi dhe influencera nga ana tjetër lobon që po tregon vetëm eksperiencën e vet, por flet me siguri për efektet e këtij çaji. Pas disa javësh fillon të ndihet keq fizikisht, por më keq ajo ndihet emocionalisht, sepse mendon që problemi është që nuk po e bëj siç duhet. Kur mamaja e vet e pyeti pse është kaq e mbyllur, Elia i thotë: "Unë s'jam si ato vajzat online." Në këtë histori, ajo u frymëzua por dhe u lundua. Askush nuk e detyroi të blej asnjë gjë, por mesazhi që ju shërbye ishte me siguri dhe me autoritet. Atëherë tezat të cilat do të mbrohen janë: po, influencerat janë një role model i rrezikshëm dhe kundër, pra nuk janë një role model i rrezikshëm. Divani këtu është divani pro. Pra që e mbështesin këtë tezë që janë të rrezikshëm. Divani këtej është kundër, nuk janë të rrezikshëm. Tani të ndryshoni vendet. Sipas meje nuk ka influencer as të lloj detyrimi për askën, sidomos për dikë që është nën moshë që kanë prindit e vet detyrim për të. Kupton? Ata e para punës nuk do ta lejojnë gocën as të shofi as influencer, as të ndikohet etj, kupton? Ndërsa influencer ka punën e vet. Unë ndikohem kur. Ndoshta për ndaj tek gjë, po kur, nuk influencohem kur nga influencerat. Nuk mund një influencer më ndikoj mua në dobësim, në gjinjë psikologjike etj. Kështu që kur nuk do ishte Artemisa rrezikshme. Tani është shumë e rëndësishme që të ndajmë pak, sepse vërtet ka role model të rrezikshëm dhe për mënyrën se si influencojnë për keq audiencën që ata i ndjek, por ka dhe role model të mirë. Është shumë i rëndësishëm që në profesionin e influencerit njerëzit të kenë integritet dhe të maten mirë për gjërat që thonë. Nuk jam fare dakord me atë që ti deste, që unë nuk kam asnjë detyrim kundrejt audiencës që më ndjek, sepse unë duhet ta mendoj mirë që mund të ketë njerëz të cilët janë shumë sensitiv ndaj asaj që unë po them dhe mund të ndikohen për keq. Pra unë e marr parasysh sepse ajo audiencë mua më ndjek. Unë nga ajo audiencë marr paratë. Nëse unë mendoj që unë s'kam asnjë detyrim ndaj atyre, atëherë ta lej më mirë këtë profesion dhe tiki. Sepse nëse mjafton një rast të ndodhi, mjafton një fatalitet të ndodhi nga dikush që është influencuar nga ty, ti ke përgjegjësi të tjera pastaj. Patjetër që ke. Duhet të mate shumë integriteti në këtë profesion është shumë i rëndësishëm. E para ti nuk mundesh të dalësh dhe të shesësh diçka që ti vetë nuk e përdor dhe që është e rrezikshme. Dhe njerëzit ndikohen, influencerat kanë influencë. Dhe kjo është Emma. Rrjetet sociale janë burimi kryesor nga ku ne si individ krijojmë pasiguri. Pra na vijnë mendime të këqija për veten apo e kundërta. Por ka raste që ka pasur influencer që kanë pasur ndikim shumë të mirë në jetën e njerëzve të thjeshtë apo njerëzve influencerëve të tjerë që kanë ndikuar. Dhe ne si influencer dhe të gjithë influencer kanë për detyrë që të jenë sa më të besueshëm tek audienca e tyre. Dhe unë nuk jam domethënë kundër influencave sepse ka raste që influencat janë shumë mirë që ndikojnë në jetën e të tjerëve. Atëherë, duke nisur duhet kundërshtoj Desin për ato që tha pak më parë, që tha detyra një influencer nuk është të influencosh, shpirti që nga emri influencer ti duhet të influencosh të tjerët. Do të thë nuk është detyra të japi mend për ato influencoj të tjerë, ti që nga titulli, që nga po flasë për edukimin, nuk është edukim ai. Ai është ndikim, Nuk është edukim, është ndikim. Ajo 16 vjeçare ndikohet.
kuptohet sepse shef aty goca të bukura. S'të ndërpreva, më lë të përfundoj. Mos thuj pra mos vë fjalë në gojë, mos më thuj mua. Nuk e thash të. Atë the Des. Atë nën kuptove. Ai kishte edukimi. Pra, okej, pra nuk edukojnë bim dakord, ama kanë edukimi janë ndryshe zemra. Kanë në rregull, ka ndikim që nga emri influencer dhe vazhdojmë. Influencer është pundit edhe sotme. Dikush që është influencer i sheh njerëzit si produkt dhe do të shesi, do të rrisi numrat e vet. Ai nuk është aty për të marrë shembuj sa më të mirë për të qenë një role model. Role model është dikush që i ka të gjitha aspektet shumë okay dhe ti duhet të marrësh shembull nga ai. Një influencer i shef si numra, pra njerëzit për to janë numra, dhe një numër që mund të jesh ti, unë, nuk mund të influencohet nga ai. Dhe ai është një influencer i rrezikshëm sepse në rastin e çajit, ajo influencerja ka bërë kontratë me atë kompaninë dhe do ta shisi. Nuk i intereson nëse ti do psosh apo jo, nuk i intereson nëse ti ke pasiguria apo jo, ajo do ta shisi si produkt. Dhe ajo bën si e bukur, shes produkte bukurie dhe ti patjetër që krijon pasiguri sepse kjo është një jetë jo reale, është një jetë, është biznes. Ajo atë ka biznes. Që nxjerrin dhe pasiguritë veta në Instagram dhe në TikTok dhe kudo. Ka njerëz që flasin për shëndetin, për pasiguri që ka njerëz që thonë kjo se ndjek ka për biznes. Se ndjek ka për biznes. Me çosh në ngel shtime me ndjek dikë mund të thonë ajo do të çosh. E bën të vëjë apo do ka edhe njerëz influencer pra që duan vërtet të jenë të besueshëm dhe atë çfarë ja u ndjen shpirti për ta treguar tregojnë për shembull për mbi peshë. Më thua një influencer që nuk ka bashkëpunim dhe nuk shet produkt. Më thua një se po na bën atë që ti besueshëm te publiku. Me radhë, folja nuk flas. Fatos me radhë. Për ato është një influencer nga jashtë është The Wizard. Çka ajo? Wizard List. The Wizard, po, ajo për shembull, pavarësisht jetës vet, ajo flet shumë mirë dhe ka motivuar shumë vajza. I ka ndryshuar jetën shumë. Pra është një shembull Benardi. Tani nuk e kuptoj pse është bërë kaq, domethënë ti je influencer që ka kaq keq, kuptoj, domethënë pse duhet ndikohesh ti nga një influencer, unë si Benard për shembull, po dal dhe me këtë produktin, me këtë ujin them që ky uji mu m'bën mirë vlla. Unë nuk po të them edhe ty të bën mirë, mu m'bën mirë. Ti provoje, kujt dihet, ndoshta do dhe ty. Ti po shet për mua. Jo më vlla, unë do flas për veten. Një sekond, unë do flas për veten time vlla. Unë do të tregoj për veten time, unë do them, ky ujë më bën shumë mirë. Një e para, influencë ke pas që 1980 vlla. Që në për revistat e famshme dilte këto Madonna, ku diun këto. Kupto? Edhe njerëzit shifshin gocat, shifshin Madonna, si vishe Madonna do të tu vishte edhe kjo goca, kupto? Nuk është e profesion, është një këngëtar. Çënci ka, ka pas influencë te njerëzit, kupto? Ajo influencerat ato pun ka. Ja ta shpjegoj, edhe Madonna nuk dilte të thoshte blini gjithë këtë fustanin që vesha unë. Ajo do e vishte për vetën e vet. Të gjithë njerëzit që e pëlqenin te Madonna, donin ta merrnin te vetja. Po çënci ka, më ka dalë me produkte. Domethënë kjo është ide. Influenca nuk është e rrezikshme vlla. Ti zgjedh ta marroj. Po pra. Okay. Ti zgjedh ta besosh te influencin ose ta shohësh ose të ndikohesh, e ke ti zgjedhjen vlla, jo influencer. Okej, Jess. Tani, nëse po flasim për influencer, flasim tamam. Në Shqipëri për shembull janë bërë kuçemaç influencer dhe ka shumë drejt Desi kur thotë që prindit duhet të ketë kontroll fëmin se çfarë bën. Ama gjithë dim sot që i kanë dhënë një telefon në dorë që 12 vjet, që 12 apo që 5 vjet për të ngrënë bukë i japin telefonin. I japin telefonin në dorë dhe ai sheh gjithë çfarë bën. I sheh nga këta 12 vjeçar që marrin 50 euro për thënë për çaje për këto me radh, që as nuk provojnë vet fare, ama ka edhe influencer që i provojnë vet edhe i bëjnë. Këtu jam dakord me ju. Ama një që është 15, okay, ti je 20, 25, 30, ke inteligjencë emocionale dhe truta kuptosh që ai s'po e pi vetë çajin. E kupton, është biznes. Ama një fëmijë 16 vjeç nuk e ndan dot që apo bën punë me vërtet ky çaj mua apo jo. Do të lidhet me influencën se kush të ndjek e kush sepse. Po ti e shikon kush të ndjek. Dalë të pjesa që atë roli kryesor është i prindit, pra nuk është rrezikshëm influencer, se prindi e kontrollon kalamanin, nuk ka nevojë fare të ndikohet. Prindi për ato dhe kur është shkollë, po teknikisht pra fundoje Jess dhe kalojmë te Flori. Duke qenë se influencer janë bërë lloj-lloj, dhe tash shoqëro boliçi me një çoftë tash ato bëhet apo jo këme nipt.
do shihim me vërtetë se çfarë roli janë influencerat. Për mendimin tim është rrezikshëm sepse unë nuk mund të blej dhe të tjerë më të mëdhenj, ka dhe gra që janë 45-50 që blejnë ato që bën influencerat. Më thënë nuk ka lidhje vetëm 22 vjeç. Është marketing, po është marketing i keq. Është rrezikshme vetëm se i është dhënë hapësira çdo fëmijë të bëhet influencer. Atëherë tek influencerat janë njerëz të cilët kanë një prezencë publike dhe ndikojnë njerëzit. Por kjo nuk do të thonë që dikush i cili do ta përdorë të çajin, nuk e shet një billboard, nuk e shet një reklam TV, nuk e shet diku tjetër dhe zgjedh ta përdorë atë. Pra influenceri është një formë e parit marketing. Tani ka dy anë. Unë te kjo historia që tregova e shoh problemin pak më tepër, për çfarë një vajzë duhet të ketë telefonin 16 vjeç pa kontrollin e prindit. Po e ka pra tash ky është realiteti. E ka, ky është realiteti që e ka. Atëherë, faji parë për mua këtu është tek prindi. Okej, dakor. Faji parë. Faji dytë për mua, që t'ju bëj edhe avokatin e djallit, faji dytë është tek një influencer i cili reklamon diçka që nuk e përdor vetë. Po pra po ke dakord me ne. Nuk e di rastin konkret e përdor apo jo. E ka përdor. E ka përdor vetë. Po dhe ajo ka thënë që po tregoj vetëm eksperiencën time, por flet me siguri. Po me siguri për vetëm Kur dikush tregon vetëm eksperiencën e vet, po të thot, pra ai nuk po thot shko blije ti, po thot mua më ka bërë shumë mirë. Ne e dim që ka njerëz që kafeja i zgjon nga gjumi, ka njerëz që kafe jep tension. Pra nuk i bën çdo trupi mirë. Pra po shëna një lloj fakti, nuk i bën çdo trupi mirë. Aq për tepër të produktet të cilat janë produkte dobësimi apo këto shëndeti. Futet në shëndeti që është gjithmonë pak i rrezikshëm shëndeti. Atëherë ku ta di unë që nesër ky fëmia nuk e fshen billboard dhe shkon e blen, pra kontrolli prindëror është i pari që ka problem të kjo. Diferenca o Flor nga billboardi dhe reklamat e zakonshme është që ato nuk lidhen me një personazh. Ti aty e lidhesh direkt me një personazh. Pra jam unë influencer, ti lidhesh me një. Unë adhuroj fatosin kur kur i ka bërë punë fatosi do e marr dhe unë. Ndërsa unë kur e shoh në billboard, thjesht me Mi figurë të famshme ke, me influencer. Po pra, dhe unë që influencer i ka më shumë influencer sa një reklame zakonshme. Pra dhe reklama zakonshme Nëse ajo nuk do paguhej për një reklam, a do dilte ajo dhe të bënte një reklam e cila mund të ndikojë në Po marrim atë. Po ka dhe që dalin. Mos jo zemra, ka dhe që dalin. Tu është një influencer e mos e merr ti këtë 800 euroshin se duam që gota ime të piça i mali o çaj. E kupton ti është faja saj është, kështu që të të edukoj ty. Po, a duhet të kenë një sekond. Ajo goca, nëse okay marrim rastin që nuk shë reklama, nuk shë revista, nuk shë gazeta, nuk shë billboard, nëse ka predispozita, ti je pa sigurt për trupin e vet, do jetë qof duke parë një shoqë klase. Qof është Tu fillon tema. Aty futemi në psikologji që patjetër. Po, jo. A duhet tema se si është rritur fëmia dhe çfarë trauma, vazhdojnë të trauma. Ajo është tjetër gjë. Po a duhet të ketë kod etike për influencerat? Është shumë e rëndësishme. Siç kanë gazetarë duke qenë se po përçojnë një mesazh. Patjetër është shumë e rëndësishme. Unë prandaj thash që në fillim integriteti po qoftë edhe sikur mos ketë një kod etike. Ti vetë e di se çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar dhe e di ku mund të ndikosh për keq, sidomos te shëndeti. Po mirë, po nëse vajza për shembull nuk është do të them. Nëse vajza nuk është 16 vjeç, po e zëm është 19 vjeç. Edhe 50 orë tjetër. Është 19 vjeç, jo, një moment, është 19 vjeç, edhe një produkt që ka marrë nga X influencer i ka bërë dëm. Pra, kur një 19 vjeçar ndikohet negativisht nga një influencer, përgjegjësia e kujt është? Kjo është e morë se me asa që ose me po flas jo nga nuk po flasim për produkt. 19 vjeç me informim të plot ti e kupton që shikoj u influencer nga kjo do doli keq. Mund të them vetëm një rast ka qenë një lojë që e vërtet nuk ka të bëjë shumë me influencerat, por që u influencuan shumë fëmijë derisa përfunduan po patjetër, sepse kjo gjëra u influencuan nga njerëz të cilët dilnin në rrjetet sociale. Do e luanin këtë lojë në YouTube, në Ky rast është e kundërta, kur askush nuk tha luajni dhe njeriu shkoi luajti vetë. Po shive. Asa jo vajza, një sekond. Asa jo vajza nuk tha pijeni, ajo tha unë e pi dhe më bën mirë. Shiko ka diçka në psikologji. Asnjëri nuk po pi. Në psikologjinë e njeriu ka një lloj tendence që të tërhiqen nga ndaluar. Pra ne shkojmë që në mëkatin e parë fare që bëri Eva me Adamin. Nëse ta kapim shumë. Gjithsesi, po t'jap një shembull konkret. Ne gjithë këtu nuk po them influencer, po gjithë kemi patur një ofertë nga kompani të ndryshme për të reklamuar një produkt. Mua më ka ardhur, po ta them rast konkret, një kompani e cila promovon Duan Pirja.
unë nuk kam pirë kur një cigarë një time. Ishte oferta më dëgjopa, ishte oferta më e mirë financiare që kam marrë ndonjëherë për pagesë dhe i thash unë nuk e bëj këtë se Ke integritet. unë nuk kam dalë kur nuk kam dalë kur për një cigarë dhe nuk mund të them të tjerëve pijeni diçka që unë nuk e bëj. Pyetje ti o Flor, ka shumë të tjerë të cilët bëjnë kompromise për të shitur dhe për të fituar lek dhe për të rritur followers, sa më shumë kontrata, kena aq lek fitosh. Nuk e di si Është rrobu jore. Ti mos ndiko. Është rrobu jore. Fushat që mos ndikohen, po ndikohen pra njerëzit, është realiteti. Ndikohen, nuk janë gjithë, nuk e kanë gjithë zhvilluar lobin frontal. Secili ka ta marroj Flori do kaloj te Gjesi. Secili ka një përgjegjësi të vetën. Ka dhe influencer të cilët shkojnë të ndohen nga ana monetare dhe nuk mendojnë fare. Por të paktën këto gjërat që janë më delikate, produkte dobësimi, produkte shëndeti, duhen parë më mirë ndoshta duhet të jenë më të kujdesshëm në shëndet. Vetë kur e merr. Gjesi Përpara Alina ty ku them unë që po bëhen lloj influencera dhe ti e ke zgjuar vetë se kush çfarë do të reklamosh dhe duhet të reklamosh një gjë që nuk e pi vetë apo jo. Dhe kemi rastin që është bërë shumë publik tash të Elionës me doktorin që reklamonte ilaç dieta ushqimore. Dieta ushqimore për fëmijë. Dieta ushqimore për fëmijë. Që doktori tani supozohet që ka në gjyq me sa tregojnë këto të klinikës. Do ta hedhi. Ta hedhi çon si ka. Dhe qëndron që ti je si nën, Elina thotë që unë kam shpërndar këshilla për nënat. Ato nëna kanë kalamaj që kur janë të thënë temperaturë, pin këtë ose han dietën ose pin këto ilaçe ose veprimet që bën ti me fëmijën tënd. Po jo për çdo fëmijë funksionon ndryshe. Jam dakord me Desin dhe Florin që thotë që ato kanë tru vetë te doktori. Po njerëzit që kanë për shpejt që shohin Elina në Instagram në fokusojnë atë. Si qeka, më fal. Si qeka. Një sekond, si na u bë çfarë Eliona nuk e di domethënë. Jo, po Eliona në këtë rast na qeka dhe doktoresh, edhe zysh, edhe po jo, më nuk është ashtu. Ti për ilaçe ke doktori. Mund të jem vetëm për edukim ke Aman se ja fiksen dole aty. Jo ke Po jo më ti mund ta shohësh gjithë ditën ai pi shurup kolle se ashtu i ka sugjeruar doktori. Ti do të tjerë të bëjnë. Po jo më ke doktori, s'ke doktori. Edukohuni aq shumë, ju lutem, sa që mos e hani mend për mjalt, sepse çdo kush do dali të thotë gjëra. Sapunin për djath, po. Ose sapunin për djath. Gjithsesi, pyetja përfundon si vajza pastaj. Po, patjetër. Ndërkohë Ema kishe diçka shkurt? Po se sa them. Ema e di un drama të feministë. Ka Desi. Shkurt se do ta mbyllim me pyetjen e fundit për shkak vetëm ajo që ka në dorë është të përzgjedhin sa më shumë produkti që duan të reklamojnë, pra ai produkti jetë i besueshëm dhe të mos ketë shkaktime ose efekte anësore që njerëzit kur ti blejnë ato gjëra, mos të ketë problem. Që edhe nëse e blen një fëmijë, edhe e përdor një herë, mos i shkaktoj problem. Atë më ndonjë gjë të fundit se bizneset në vitin 2026 po drejtohen më shumë drejt influencerave dhe jo reklamave sade, sepse influencerat kanë besim dhe kanë ndikim në masë. Se unë si biznes nuk dua të bëj një reklam normale, por marr desë. Dhe për më tepër biznesin rrjetet sociale thjesht i paguan Instagramit për ta bërë sponsor. Atë vetëm i gjoni ta Fatos, vetë një gjë e mirë kësaj është që rrjetet sociale janë më transparente. Okej. Kaj se televizioni. Mirë. Mbarua. Se more frym sigur. Atëherë përfunduan, këto ishin 3 temat e ditës së sotshme. Normalisht do jetë hapur edhe një poll gjatë transmetimit të këtij episodi, ku ju mund të votoni për debatuesin tuaj të preferuar. Kështu që me gjithë argumentat Gjesi do bësh një fushat? Po. Për debatin, për argumentuar me lajthiza. Gjesi, shumë faleminderit gjithë ju që ishte të pranishëm. Faleminderit për zjarrin që keni. Duar trokitje për Kostin. Dhe uroj që zëri juaj asnjëherë mos të mungojë dhe gjithmonë të dëgjojë të buçojnë. Okej, vini, okej. Faleminderit për episodin e radhës. Tong.